Përzgjedhësi kombëtare së Kosovës, Franco Foda, ka bërë publike listën e futbollistëve të ftuar për 2 ndeshjet kualifikuese të kampionatit botror 2026 që zhvillohen në muajin tetor kundër Slovenisë dhe Suedisë. Në listën e publikuar këtë herë janë ftuar 27 futbollistë nga Foda, ndërsa në listën e rezervë figurojnë dhe 9 emra të tjerë. Emri I ri në listën e Dardanëve është ai Albian Hajdari, teksa është kthyer Edon Zhegrova, Rona Raçi dhe Leard Sadriu. Pjesë e listës janë dhe veteranët si Vedat Muriqi, Valon Berisha, Milot Rashica, Fidan Aliti dhe Mërgin Vojvoda, teksa mungon kapiteni Amir Rahmani. Në listën rezervë gjenden emra si Faton Maloku, Kreshnik Krasniqi, Behar Neziri, Ismet Lushaku, Bledjan Krasniqi, Andi Hoti, Rilind Nivokazi, Bersant Celina dhe Donat Rudhani. Dardanët do të nisin grumbullimin të hënën më 6 tetor me stërvitin e parë që zhvillohet në orën 17 në kampin nacional të FFK-s në Hajvali. Më herët në orën 12 Foda do të mbajë konferencën e zakonshme për mediat. Kosova do të përballet fillimisht me Sloveninë më 10 tetor në orën 20:45 në stadiumin Fadil Vokri të Prishtinës. 3 ditë më vonë më 13 tetor në të njëjtën orë Dardanët luajnë në Göteborg kundër Suedisë. Pas 2 ndeshjeve të para të këtij cikli kualifikues, Kosova renditet e dyta në grupin B me 3 pikë, kryeson Zvicra me 6 pikë, ndërsa Suedia dhe Slovenia kanë nga 1 pikë.